Tung njerëz, ja ku jam Armand Xhuli, jam në Radio Sol në frekuencën 89 MHz, ora është 9 dhe si çdo javë jam këtu për këtë emision që kam titulluar Mesazhi i yjeve në fat dhe në muzikë. Si çdo javë, si përherë, për horoskopin pra dhe për poezinë, tekstin e një këngë dhe mesazhin apo historinë e saj. Por përpara se t'ju flas për poezinë që është edhe teksti i këngës, që është në fund të emisionit, është horoskopi. Dashi. Po ju tregoj diçka të trishtuar për të vërtetë. Janë të shumtë ata persona që duan tamam ato gjëra që nuk kanë dhe ato që kanë nuk i duan. Në javën e vazhdim, ti nuk duhet të veprosh kështu e dashur dëgjues apo dëgjues qofshi shenjës dashit. Sepse në qoftë se ti do të duash ato që ke dhe nuk do të mendosh për ato që s'mund t'i kesh, çdo gjë do të shkojë për sëmbarje. Mendon që mund ta bësh, do të shohësh se çfarë qetësie ke për tjetër. Duaj atë që ke, dhe kur them duaj. Demi. Ndër gjithë shenjat e horoskopit, Demi është ai që mundohet të jetë më pak arrogant, por është gjithashtu edhe ai që vlerëson më pak veten. Por tani, Demi ka një rast shumë të mirë për t'i dhënë drejtim situatës. Dema, bura gra qofshi, yjet ju kanë shuar një mesazh zanor dhe me zë të lartë, po ju thonë të keni shumë besim tek vetja, edhe pse ndoshta do t'ju duhet të bëheni pak arrogant. Në qoftë se nuk po shpjegohen siç duhet, ju lutem shkoni shikoni pak një muzikant të shenjës Demi. Ai quhet Trent Reznor dhe është këngëtari i 9 Inch Nails. Binjakët. Pas vdekjes së Amy Winehouse, aktori anglez Russell Brand i kërkoi publikut dhe mjeteve të informacionit që të evitonin mundësisht komentet negative për luftën që Amy pati me drogën. Vartësia, tha ai, nuk është një pozë për kopertinë reviste, as një vesë që dikush nuk e heq vetëm se për ton. Vartësia është sëmundje. A tallemi ndonjëherë me një skizofren që ka fiksim sikur po dëgjon zëra që askush nuk i dëgjon? Jo. Unë jam i bindur, ka vazhduar Russell Brand, se të gjithë ne kemi vartësitë tona dhe pse mund mos jenë aq shkatruese sa alkooli apo drogat. Po vartësia jote o binjak, cila është? Ambërcirat, duhani, interneti, celulari, apo ndonjë gjë edhe më e thellë që të prish edhe raportet personale. Kjo është java që duhet fillosh të merresh pak me veten e ndoshta edhe të kërkosh mbështetjen e dikujt që mund të të ndihmojë për të larguar nga një vartësi që ke. Gaforia. Gafore, je në një moment që të ka lullzuar një aftësi e veçantë në mos një talent i veçantë për të ndihmuar partnerët që ke për qark, në profesion, në dashuri, apo dhe në komshi, që ata të shfrytëzojnë më së miri të gjitha energjitë dhe mundësitë e tyre. Në qoftë se vazhdon kështu, kontributi jot do të shërbej për të zgjuar kush e di se sa ëndra, ide dhe mundësi, të cilat dukeshin të mbyllura përfundimisht. Ke aftësinë për të nxjerrë në dritë edhe të vërteta që kanë mbetur të fsheta, por po të lajmëroj që do të kesh edhe kundërshtar, kundërshtar që kanë frikë nga ndryshimet, që ti do të shkaktosh me aftësitë tua. Prandaj të këshilloj që të shoqërohesh e të mbështetesh tek njerëz që i kanë qef dhe që i duan ndryshimet. Trimi i mirë me shok shumë, ka thënë populli. Mos haro. Luani. Të publikosh një libër me poezi është një lloj sikur të lëshosh në Grand Canyon një petal trëndafili dhe të rishe të presës se çfarë jehone do të bëj. A mund të bëj jehon një petal trëndafili? Kështu ka thënë shkrimtari dhe poeti dhe humoristi amerikan Don Marquis i shenjës Luanit. Tani të kthehemi tek ty Luan. Ajo që ti po përgatitesh të bësh ka për shembull sa më lart thash. Është një veprim, një ide që ty të pëlqen shumë, por a do të ketë jehonën e petalit trëndafilit? Në qoftë se jehona që do të ketë ajo që ti ke në kokë nuk të intereson dhe aq,
atëherë vazhdo. Se shpesh, ca gjëra, ashtu si kundër edhe poezit, nuk bëhen për të pasur jehon apo zhurmë, bëhen për kënaqësinë e shpirtit. Bëje sepse shpirti yt o luan është më i rëndësishëm se sa jehona. Është një këngë e Lucio Batistit që thotë qetësia është si ajo qetësia e borës kur bie, ose si zhurma e borës kur bie. Efekti i madh, jehona e vogël. Ti nuk ke nevojë për jehon, ke nevojë për konkrete. Virgjo Resha. Komiku, aktori, shkrimtari, producenti dhe regjizori amerikan Louis C.K. i shenjës Virgjo Reshës tregon se si njëherë vajza e tij ishte me temperaturë dhe ai i dha një ilaç që kishte shijen e çumçakizit. Oba, ishte ankuar ajo. Me këtë shije çumçakizi, ma çpifi. Nuk mund të thuash ma çpifi, ishte kthyer Louis që përveç të tjerave ishte edhe i dëshpëruar nga gjendja shëndetësore e saj. Me këtë donte t'i thoshte që ajo ishte një vajzë e bardhë amerikane dhe si e tillë ishte një nga fëmijët me fat në botë, ose të paktën me shumë më shumë fat se sa mijëra të tjerë që ilaçet as nuk i njihnin. Dhe jo vetëm nuk i dinin, por nuk dinin as shijen e çumçakizit se çfarë ishte. Kjo le të shërbej si vërejtje për ty, o njeri i shenjës Virgjo Reshës, burra grua qofsh. Je në një moment dëshpërimi, por dije se vuajtja jote është qesharake në raport me vuajtjet e vërteta. Fillo të mendosh se sa me fat je e se sa gjërat janë realizuar në vend që të preokupohesh për një pengesë të vogël që po shqetësohesh kaq shumë. Mos u merr me vogëlsira. Peshorja. Peshore, dëgjoni këtu. Para ca ditësh më ra në dorë një libër italian i Fakultetit të Inxhinierisë të shumë viteve më parë. Një nga kapitujt e tij fillonte me ca vargje të poetit Edgar Allan Poe. Helen, bukuria jote është për mua një nga ato barkat e dashura të kohëve të para që duke u lëkundur ëmbëlsisht mbi valët e detit sillnin shtektarët e lodhur të përhumbur në brigjet e vendlinjes. Dhe pastaj i jepte një këshill për studentët. Për të shprehur këtë ide në gjuhë teknike, themi thjesht që Helena ishte e bukur. Por ti o njeri i peshores, burra grua qofsh, mos i bjerë kaq shkurt. Për gjendjen tënde emocionale dhe shpirtërore, mundohu të mos e shohësh botën sikur të jetë një raport teknik dhe ti mbyllësh gjërat me fraza lakonike dhe të shkurtra. Nuk jetë duke shkruar SMS urgjence. Akrepi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shteti më i fortë në botë si politikisht, si ekonomikisht, si ushtarakisht. Kina ndërkohë konkuron denjësisht në të treja fushët, por nëse përdorim termin soft power, që është fuqia, ndikimi kulturor në raportet ndërkombëtare nuk mund të krahasohet. Stili, arti, idet dhe format e argëtimit amerikane natyrisht që janë më të rejse se ato kineze. Apo jo, pse u tregova këto akrepa? Sepse jeni duke hyrë në një fazë në të cilën mund të rrisni ndikimin dhe autoritetin tuaj. Akrepa, ju këshilloj që në këtë pikë të përdorni soft power-in tuaj. Do të keni shumë më tepër sukses duke mrekulluar ata që ju rrethojnë me kulturën dhe inteligjencën tuaj, se sa duke kërkuar t'i përpunoni apo të detyroni të bëjnë diçka. Ata që keni për qark besojnë më shumë te bota juaj e brendshme se sa te urdhrat tuaja. Shigjetari. Në javën, por edhe në javët në vazhdim o shigjetar, mund t'ju ndodhin të papritura nga drejtimet të paparashikuara dhe nga burimet të papritura. Por mund edhe të vinë nga drejtime e njerëz ndaj të cilëve jeni të përgatitur ose je i përgatitur e po i pret. Dhe këta njerëz apo këto drejtime mund të jenë edhe nga fare afër, siç mund të jenë edhe familjar apo bashkëpunëtor. Nga këto të papritura do të mësoni shumë, shigjetar. Për të shfrytzuar në maksimum këto të papritura e për të mësuar sa më shumë, duhet të mendoni që keni për të mësuar nga çdo gjë
e nga kushdo, edhe nga ata që deri më sot i keni konsideruar si pa vlerë dhe vetëm i keni injoruar. Shigjetar, konsiderojeni veten student apo nxënësa dhe në këtë periudhë keni për të gëzuar rezultatet shumë shpejt. Mos harroni se njeriu mund dhe duhet në qoftë se do të mësojë një tjetër. Pritsjapi. Gjëja më e rëndomtë që i ndodh shumicës njerëzve është që me dëshirë dhe me vullnet e lën jetën e tyre në dorë të dikujt tjetër. Dhe këtë e thot shkrimtari, aktori dhe humoristi anglez Quentin Crisp. Në qoftë se dhe ti o pritsjap, burra grua qofsh në këtë periudhë, po i kalon një moment të tillë, shpresoj që në ditët që vijnë ti thrasësh mendjes dhe ta korrigjosh këtë gabim. Këtë javë është momenti që të fillosh të kuptosh e të vendosësh që duhet të bëhesh i pavarur dhe në gjuhën ndërkombëtare quhet autosufficient. Në qoftë se duam të përdorim një term filozofik, për të mirën tënde dhe të gjithë njerëzve që ke për qarke që të duan, duhet të bësh të pamundurën që me lumturinë tënde i bësh edhe ata të lumtur. Kjo varet vetëm nga ty dhe nga pavarësia jote. Ujori. Ujor, diçka që ka të bëj drejt për drejt me ju. Në Amerikë, në Kaliforni, është një park i quhet Parku Kombëtar i Yosemite. Yosemite National Park. Në këtë park është edhe një ujvar që quhet ujvara Bisht Kali, Horsetail Fall. Në perëndim të diellit, nga ana e faqes lindore të malit që quhet El Capitan, duket si një ujvar për floriri të kuq si një ujvar e zjarrt. Shkoni dhe shiheni në internet dhe ujor, dëgjojeni, ridëgjojeni këtë që ju thash, dhe shkoni gjeni dhe shiheni në internet, që ta keni të qartë përse po ju flas. Ua tregova këtë mrekulli o njerëz së shenjës së ujorit sepse duke filluar nga kjo javë në vazhdim do t'ju duhet si frymëzim, sepse sipas mesazhit të yjeve do t'ju jepet mundësia që të përziheni dy gjëra të kundërta, ujin me zjarrin. Pra, do t'ju jepet një mundësi për një mrekulli. Dhe në qoftë se nuk keni frymëzimin e dur, shkoni e kërkojeni në pamjen e kësaj ujvare që sapo ju fola. Ku? Ua thash, hyni në internet, në Google dhe kërkoni Horsetail Fall. Mrekullia juaj ujor i janë asaj që do të shihni. Peshqit. Në qoftë se Mark Twain do të kishte lindur në kohën e Twitterit, thot shkrimtari, aktori dhe humoristi amerikan Andy Borowitz, do të kishte shkruar tweete fantastike. Por me siguri nuk do të kishte shkruar kryeveprën Aventurat e Huckleberry Finnit. Sipas meje, edhe ju o peshq në këtë periudhë ndodheni përpara një alternative të tillë. Mund të bëni sa gjëra të vogla që mund të jenë të vlefshme për një farë kohe, ose të kufizoni nga këto vogëlësia të ditës e të përqendroni tek një objektiv më afatgjatë. Natyrisht që unë, ose nuk jam unë, që do t'ju urdhëroj se çfarë të bëni, por mendova që do t'ishte jo e ndershme, po të mos u thoshja këto sa ju thash më sipër, sepse ky është edhe mesazhi i ardhur nga yjet për ju. Unë detyrën time e bëra o peshq. Tani jeni ju vetë që duhet vendosni se çfarë të bëni. O të merreni me vogëlsirat e përditshme, ose të thelloheni në një projekt që do të ngelet për jetë. Dhe projekti është në punën tuaj, në marrëdhënien tuaj, në ëndrrën tuaj. Nuk ka rëndësi, është diçka që ka të bëjë me ju. Bëni gjën e tuaj. Ky ishte horoskopi dhe për këtë javë njerëz, besoj se e keni njohur këtë që na shoqëroi gjatë gjithë kohës në radio. Ky ishte Eric Clapton. Dhe tani po kaloj te poezia, te ajo poezi që është edhe teksti një këngë të tij. E kam fjalën për një nga kryeveprat e tij, Lay Down Sally. Është këngë e vitit 1977, e shtatorit të vitit 1977. Është një këngë në stil country blues, i përshtatet mrekullisht edhe poezisë së këngës vet. Kënga
paraqet në formë shumë artistike një atmosferë të qetë, shplotëse, shumë romantike. Dashuria për të cilën flitet në këngë është një dashuri e thjeshtë, e sinqertë. Është një lloj ftese ndaj një gruaje me emrin Sally për të haruar hallet e përditshme e për të mos u larguar nga një natë tepër intime. Është një këngë që mund ta them me plot gojen, është një hymn i thellësisë dhe i dashurisë. Është një ftesë tepër e sinqertë e autorit ndaj Sellit për të gjetur paqe, qetësi në krahët e tij. E për të ndjerë si në shtëpinë e saj. Vetëm termi lay down me ushtri merr kuptim metaforik ose kuptimin metaforik të shplodhjes, të haresës, të përhumbjes në një dashuri të sinqertë dhe të thjeshtë. Të gjitha këto njerëz të shprehura në vargjet e këngës nga unë të shqipëruara janë si më poshtë. Nuk është se gabon të duash me mua këtu të rish. Që ke se ku shkon e di, po pse nuk rahatohesh si në shtëpi, e me mua këtu pse nuk rri? Kur më, mos ik tani, shtriu Selli, dhe pusho këtu në krahët e mi. A nuk mendon se të duhet dikush me të cilin të flasësh? Shtriu Selli, kaq shpejt nuk ke nevojë të ikësh. Gjithë natën kam provuar të flas me ty dhe akoma nuk ka lindur dielli, veç hënë dhe yje ka dhe si kadife është qielli. Dashuria është e vetmja gjë që ka rëndësi. Me mua këtu pse nuk rri? Kur më mos ik tani? Dëshiroj ta shohësh dritën e mëngjesit që si një ëndër të ngjyros në fytyrë, prandaj mos ik. Mos më thuaj lam të mirë. Haroj shqetësimet dhe me mua rri. Kur më mos ik tani? Shtriu Selli, dhe pusho këtu në krahët e mi. A nuk mendon se të duhet dikush me të cilin të flasësh? Me mua këtu pse nuk rri? Kur më mos ik tani? Gjithë natën kam provuar të flas me ty. Shtriu Selli, pusho këtu në krahët e mi. Këto ishin vargjet e këngës e Eric Clapton, Lay Down Selli, këngë të cilën tani do ta dëgjojmë cover si gjithmonë nga grupi ynë, nga miqtë tan, Eni Nelku, Kol Sheu dhe Bledi Seko, që të tre së bashku përbëjnë grupin Bluebird Band. Duke falënderuar Kruasa Bonën për mundësinë që na dha, ju uroj të gjithëve qofshi mirë kudo qofshi. I was nothing that is wrong. Wonder you can stay here with me. Now you got somebody good. You can lay your bodies down and stay with me. Funny how we live. Lay down silent and rise to in my own. Can't make you for some money, doctor. Lay down silent. I need to leave so soon. I've been crying all night long to talk to you. Long to see the morning light. I'll bring you faces, baby, leave. Don't you go and say goodbye. You can lay your voice down and stay with me. Funny how we live. Lay down silently and rise to in my own. Gonna think you want some money, don't you? Lay down silently and need to leave you soon. I've been crying all night long to talk to you. Silently and rise you in my own. Don't think you want some money, don't do.
Hey now, Sally, I think she leaves us soon. I've been trying all night long to talk to you. Talk to